El-Hak, i vërteti. El-Hak është emri me të cilin mbahet toka dhe gjithësia. Emri me të cilin është lidhur ngushtë jeta jonë shoqërore. E vërteta më e madhe është ekzistenca e Zotit. Ai është i vërteti, fjalët e tij janë të vërteta, urdhrat e tij janë të vërtetë, ndalimet e tij janë të vërteta. Si e kërkon të vërtetën te dikush tjetër o njeri? Të vërtetën absolute e gjen vetëm te Zoti dhe libri i tij, Kurani. Të vërtetën absolute e gjen me thënjet e tij, në urdhrat e tij, në premtimet e tij, në xhenetin e tij. Të ecësh në drejtimin e kundërt të rrymës është shumë e vështirë. Mbargjësia ndjek drejtimin e së vërtetës. Nëse do të ndjekësh drejtim të kundërt, do të përplasesh me gjësinë dhe do të lodhesh. Do të jetosh në stres dhe tension. Nuk do të gjesh kur qetësinë shpirtërore. Andaj, bëje të vërtetën të dashur. Jeto me të. Vepro dhe vdis me të. Kur mos ki frikë nëse je me të vërtetën, dhe asnjëherë mos e bakris atë, për asnjë arsye kudo që të jesh. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.